Gjurmët e varrit monumental i lirë, të njohur ndryshe edhe si Tuma e Patosit, ende pas gjysmë shekulli nga zbulimi dhe gërmimi i saj, ironikisht mund të thuar që vijojnë të jenë të dukshme, pasi siç shihet nga pamjet, ato janë mbuluar nga shkuret. Është vështirë t'i dallosh mes të lirë dhe ku gjenden këto tuma, pasi mungojnë edhe tabelat orientuese dhe informuese. E ndërtuar prej dheu, varrezat i lire ndodhen në një prej kodrave të fshatit Rërës, 2 kilometra larg Patosit. Gërmimet e kryera në drejtimin e arkeologut Mzafer Korkuti në vitin 1976 kanë zbuluar 76 varre, nga të cilat 62 i përkisnin periudhës së bronzit të vonë dhe hekurit të hershëm në shekullin e 13 deri në shekullin e 9 përpara erës sonë, ndërsa 14 varre të tjera i përkisnin kohës kur ajo është ripërdorur si vend varrimi gjatë shekujve të antikitetit dhe periudhës së mesjetës së hershme. Tregon që Tuma, kjo tumë që i përkiste kulturës ilire, ka një vazhdimsi, jo vetëm nga periudha e formimit të etnogjenezës ilir, të ilirëve, por vazhdon dhe deri gjatë periudhës së mesjetës. Historiani Ilirian Gjika ka pohuar se inventari pasur i objekteve të gjetura në tumë si enbalte, objekte zbukurimi apo armët prej bronzi dhe hekuri dëshmojnë nivelin e lartë që ka arritur kultura ilire në këto zona. Një fakt që tregon që përgjatë krahinës së sotme të Mallakastrës, ku jetonte në antikitet fisi i liri i Bylinëve, ka jetuar e njëjta popullsi. Pra, mendoj se rëndësia historike e kësaj tume është e njëjtë me atë të kulturës së Komanit. Gërmimet kanë zbuluar gjithashtu edhe një vend rituali në qendër të tumës nga vatra e të cilës ishte marrë zjarri për djegjen e kufomave.